Jon ose më saktë produksioni është duke luajtur me dy standarde, sepse Kesin atëre e fluturuan jashtë me zarf të zi, direkt për çfarë vetëm Bajamen. Prit se Kesi mbaroi punë aty brenda, prandaj e fluturuan. Po daljet ishte me zarf të zi, ndërkohë Rogerdi e ka bërë çarçaf, ndërkohë se Tenzorëm ne batëja 100. Pra, produksioni Top Channelit po luan me dy standarde për këta banor. E din që nuk ka shikime, nuk ka zhurmë nëse nuk është Rogerdi, edhe hajde ta mbajmë tani aty brenda. Ose sa është ataruar. Jam ataruar se po kalon çdo limit. Një gjë tjetër që mua më bëri përshtypje dhe nuk më la një shije të mirë ishte fakti që kur u rikthye në shtëpi Rogerdi, shon në plan, ju elën, po mirë që duart roket dhe nuk e mendoja kurrë që mirë do bëj pjesë e grupit Rogerdi dhe do duart rokiste thënjet e tij dhe gjithë dinamikën e tij dhe Madje kur kaluan në publicitet po i ndiqja që u mblodhën të tre dhe po i thoshte mirë në Rogerdi që shiko, ti mos e te kalo ka shumë se nuk të mbrojmë dot.